Zëri i ndërgjegjes son kombëtare, Vjosa Osmani, edhe njerë, si në çdo 14 prill, përpiqet të japë zërin e të mbijetuarve që të bëhet zëri i ndërgjegjes kombëtare një thirrje për drejtësi para botës. Ne nderojmë mira gra dhe burra që mbijetuan në dhunën seksuale gjatë luftës në Kosovë. Ata mbajnë me vete dhimbje të thellë, por mbi të gjitha mbajnë forcën që ka bërë të mundur të vërtetat të dalë në dritë. Vendi i tyre sot dëgjohet në institucionet tona, në çdo cent të Republikës dhe në skenën ndërkombëtare. Ky zë është ngritur përmes fjalëve të tyre, përmes guximit të tyre dhe përmes përkushtimit ton për bashkët për drejtësi. Për gjatë mandatit si presidente, paraprakisht sekretare e Kuvendit e deputete kam qenë pranë tyre në çdo hap për kraja konkrete për iniciativat e tyre tek përfshirja drejt për drejt e të mbijetuarave në institucionet tona ku emërova të deleguarat posaçme të presidentës. Kjo kaos ka marrë vendin që meriton agjendën shtetërore ndërkombëtare. Së bashku kemi shkuar në Parlamentin Evropian, në Kombet të Bashkuara dhe në forumet tjera ndërkombëtare që bota të dëgjojë vërtetën nga vetë ato që kanë përjetuar përballë përpjekjeve të Serbisë për të shtrëmbuar historinë e vërtetë e Kosovës, qëndroi fort dhe e qartë, shkruan Vjosa Osmani në një botim të Karatës në gazetën Dielli. Drejtësia nuk mund të vonojë, por një ditë ajo do ta dëgjojë këtë zë.